Erdëm. Dhe na është mbush studio me aromë buke. Qa herë vjen këtu nuk e keni vend, do me thëtë. Kemi të ftuar në studio Toni Karanja, supermarkës. Toni, mirëmëngjesi, faleminderit që je pjesë e programit. Dhe faleminderit që ke ardhur jo me duart plot, po nuk e di do me thëtë. Po. E para njerë nisim pak me historinë tënde, me migrimin në Itali shumë vite më parë. Aty ku nisi, po thuaj se gjithë shka dhe ajo çka ti ke sjellë sot. Me migrimin tim ka nisë paka shumë në 96-ën. Gati 30 vite më parë, po. Në 30 vite. Gati 30 vite, po. Isha 17 vjeç, si gjithë adoleshentët, ajo ëndra dinim jashtë shtetit. Po. Plus edhe prindrit duke u krijuar dhe ajo në Shqipëri, se nuk është se kishim në ato kohë, në ato vite, një mirëqenie. Po, dëshira për të pasur diçka më shumë për jetën tënde. Kisha tënde. të motrën time në Itali, prindit merë. Duke u nisëm një aventurë që as vetë nuk e dije se ku do shkoj. Po gjithsesi, morëm gomonën si në atë kohë. Ke qenë vetëm në udhëtimin me gomonën? Vetëm, 17 vjeç vetëm. Kena vuajt shumë për të arritur në Itali. Sa ka zgjatur rruga? Rruga zgjatur mos thëm 2 ditë se na kapën, na kthyen mbrapsht, deti ka qenë shumë, qenë gati 7 ballë, nuk kthyen mbrapsht, na kapi policia 2 ditë. Ajo ishte paka shumë që brenda 24 orëve nëse s'do të kthehen, të mbanin lekët në atë kohë 1 milion lekë ishin goxha para. Dhe si kishit siguruar në atë kohë 1 milion lekë? Me borxhe. Gjithë familja, investim? Po. Pak në pak bonë, u nisëm për në Itali. Dhe çfarë mendoje, Toni, si një 17 vjeçar që po shkojë në një vend pa njohur, një udhtim të rrezikshëm për jetën? Po, nuk është se mendoja, si gjithë rinia shqiptarë në ato vite, nuk është se e mendonim. Ne paka shumë ma ta ndetit, as nuk e dim se çfarë. Jo, përveç asaj, frika për jetën ekziston, ti po shkon në det të hapur edhe një 17 vjeçar. Shumë e vështirë, por nuk është se kanë, nuk kishim me telefon në atë kohë. Thjesht me edhe ndoshta ajo se di, aventurat ose një jetë më të mirë. Cilat ishin mendimet që të shoqëronin gjatë gjithë atij udhtimi me gomone? Jo, unë gjithmonë kam pas atë mendimi që do shkoja, do punoja, do bëja diçka, të ktheja prapë në vendin tim. Kto ishin ëndrat e një adoleshenti 17 vjeçar, shumë të kishim në atë të blenim një biçikletë, një motor, një motorinë, një gjë. Nuk është se kishim ëndra kush e di. E ti shkove me idenë për të kthyer. Po. Dhe ti, me sa ke treguar, fillimisht ke zbritur në Otranto, në Gomone, dhe më pas ke mbritur pastaj në Altamura, kur aty kisha motrën, me gjithë kunatin, kam ndete paka shumë një 7 muaj në Altamura, duke në thojë ato vuajtjet e çdo emigrant në Itali që jo frika karabinierëve, jo firma mos na kapin, jo me 1 milion lekë borxh do kishte do punonin, do t'ja kthenim. Atyre që kishim marrë. Në punë nuk është se nuk na merrte njerëz se kishin frikë, se ishim klandestin. Kam bërë shumë. Atë ka ndihmuar fakti që ti kishe motrën aty edhe të ka përkrahur për gjetur dhe punët e para? Po, normalisht që më ka edhe e ndjeja vetëm pak më të sigurt, por për sa i përket punës nuk është se motra ose kunati mund të bënin diçka që... Ke gjetur vetë? Po. Gjuhën e flisnim paka shumë me gishta. Të dashur shumë kohë? Po, e flisnim paka shumë nga televizori, nga shkemi, si e gjërat më... Çfarë kishe parë? Tani, puna jote e parë ka qenë lidhje kërkulla me sa ke treguar? Po, e vërtet. Unë kam çdo lloj pune në fillim, se mbijetesa në Itali nuk është si tani, që shkon e i gjen gjërat gati. Kurse atje, po që se s'kishe lekë, që se s'kishe punë, nuk është do paguaj qiran, do paguaj dritat, nuk është se... Dhe sa je paguar ti aso kohë për këtë punën që bëje? Unë kam punuar dhe... Pra të dite për të mbijetuar? Jo. Kjesh shpenzimet që në atë kohë pijem dhe cikaren. Kjesh kam punuar dhe me 10.000 lireta, 8 orë, 9 orë, 12 orë, 10.000 lireta që një paket cikarë bënde 4.000 lireta, 5.000 lireta. Shku që ne jemi shfrytëzuar shumë në atë kohë. E ke ndjerë pak para gjykimin asë kohë e tani? Shumë. Ne kemi vuajtur shumë në fillim. Në fillim fakt kena vuajtur shumë këtë pjesën e në thojzat racizmit,
nga italianët, po. Jo nga të Çfarë gjithë. aspekti, po? Po, jo senatori, po na shfryzonin shumë në punë. Paguanin më pak. Paguanin në qoftë një italian do bënte 8 orë, por ne ishim dinim orën që do shkonim punë, por nuk dinim orën që do kthenim nga puna. Dhe sa kohë vazhdoi kjo, nga puna në punë, Kjo me ka orë të vazhduar pak a gjata, shumë shfrytëzim? një 7 muaj, që u kam bërë shumë lloj punësh, kam vjell kërpulla, kam shku, kam vjell rrush, kam që se te parasysh kur korrat e gruri që bëjnë ato Dëngjet e kashtat që për edhe nga ato që ishin 50 kg, unë 50 kg për shoja vetë nga Inati, për shumë nga krenaria që të punoja, edhe ato me shpirt dhe duke i ngritur, duke... Pastaj ka vazhduar një 7 muaj duke dali që të dini në për qytet gjithmonë me frikë, se nuk është se kapnin ju kthenin, po. Çdo gjë, për shumë duke parë në rrugën karabinjerit, pash një njoftim për një furrë buke. Kisha punuar me këto që më lidhte kashtën, ky kishte një furrë buke, po nuk është se kisha berin, edhe kishte ca kuaj, për shumë i mbante. Edhe më thot një ditë, do të vish të pravosh në furrë. Për shumë qatë tjetë, Ishe i hapur për punë, po. 18 vjeç ishe, kurse isha... Fillova dhe kjo një 4 muaj, fillova të mësoja, po. Të mësoja ato brumin, qa ishte, tu në gjithë brumin në përdojtë. Ishe futur ndonjëherë kuzhinë përpara, kur? Jo, s'kisha punu vija nga shkolla. Qofte edhe në shtëpi, tha? Jo. Nuk e kishe pasion fare? Po, nga 17 vjeç ato... Aty punova ja 4 muaj, 5 muaj, në momentin që do ndronte diku ambient, nuk më thanë jo për ty puna mbaron këtu, pse unë isha dhe pa dokumente, isha klandestin. Po pse unë po punoj, po kam frikë. Të lam pa punë, pa pritur. Nuk të mbajmë dot, se kemi frikë. Të ka penalizuar shpesh kjo gjë, derisa po, dhe nga... Jo, më ka penalizuar që kur gjeta këtë punën që fillova nga rreth fundit 98-ës, ki pash një njoftim tjetër të një furrë buk tjetër. Edhe aty e fillova gjeta njerëzit e dur, ishin familje, një falemndroj shumë, sot të kësa dite kam një marrëdhënie është mirë me këta. Kende kontakte. Po, unë e kam filluar me këta në 98-ën, e deri në 2024-ën nuk kam lëvizur, kam 27 vjetë me atë Je forbuke. bërë si shtëpis aty? Aty fillova si nxënës, në kurse isha bukpjekës, kam punuar me shumë mjestra të moshës të thyrë, që ishin vite. Ka dhe në zanati. Për shumë kjo buka këtu në kam mësuar nga moshat e vjetër, kishin vite. Njerëz me eksperiencë. Tradicionale. Po, kjo është tradicionale Altamurës. Edhe si pastaj u bëre ti nga një bukpjekës, nga një nxënës? Edhe nga një nxënës në bukpjekës ishte ajo, si të thëmë, ajo krenaria që të punonim, mos ngelim pa punë, se listat ishin shumë të në atë kohë, shumë njerës që kërkonin punë, por një gjë të vogël e humbje punën. Pra duhet ta mbaje me shumë forcë, me bravo. Dhe si të dha mundësia pastaj që ti të vitesh profesionalisht? Unë kam punuar gati 6-7 muaj si nxënës, gjuhën nuk e dija mirë, nuk arrija të komunikoja mirë dhe me mjeshtrat, po thjesht në thojë se unë pak a shumë e kam vjetur si zanat, se jo të gjithë ta mësonin. Ashtu thonë, zanat e vidhet. Asë një gjithmonë në shifja këto mjeshtrat, se sa erë peshonin gjërat, më thoshë më fshi, bëj aty, bëj këtë. Aha, të shpërshëndronin që mos të shije. Po, që mos të shifja se shfar hidhin. Po, gjithmonë ajo një sy duke në një njëri që do të mësoj. Po, me kalimin e kohës, pa tjere. Por qëfar të kam bajtur kaj shumë të motivuar, se e shoh? Ngjyrat e fesave, për shumë, nuk është se dhja t'i lezoja në atë kohë, 18 vjeç, qa lezon dhe mjelli, i kja gjithmonë me ngjyrat e fesave, të mjellit. Edhe në i ditë për shumë që të mund të mandronin në një thes, në binde në një ngjyrë tjetër, mund të boja diçka që nuk... Kjo zjati dhe na 7-8 muaj si nxënës. Mjeshtri i parë, thëmi në ato furrë, do bënte pushimet verore. Dhe dola vetë si vullnetar, i thëmë pronarëve që ishën dua ta qojë unë puna për para.
Po më shiftë, më thanë, gjo, nuk është se tu do lozim. Që është punë për parë, do thotë që ne kishim 80-90 dyqane që do furnizonim. Nuk është se do bonim bukë vetëm për një dyqan. Kishim 4-5 furgona që komplet zonën e barit, ose një, në Barleta, Foqë, që shoqëronin qonin bukën e Altamurës, është buka që duron edhe reziston 4-5 ditë që nuk fatë. Edhe nësë do t'a japim besimin, shohen çfarë do na kombinosh. Të vënë prov fillimisht? Jo, direkt në punë. 2 ditë e para kam qenë shumë... E kishë kuptuar ata që ti i kishë marrë disa sekretet vogla? Ne, se normale, se nuk është se unë pastaj si ndimës, format i jepja, po jo që ta bëja brumin vetë nga e para. Se nuk është se për shumë, okej, por e ndimë si ato format i jep, a i për shumë i rëgonde mirë, si bënde pak më mirë, po brumat unë e kësha marrë si sasin, qahidhe, receta, do më. Paka shumë e dia, po që ta t'i fusja durët vetë, isha najër. Edhe për ty ishte sfid në momentin që e more për sipër. Shumë, në momentin që ditën e parë që isha shumë, s'kam flet gjumë gjithë ditën, kam shkuar në punë pa gjumë, se a i meragu si do t'ja dalë, t'ja bëj, jam doli buka keq, jam ra buka, se kjo bukë do t'i rishte koga. Në momentin që në orën 8 kanë ardhur mëngjesi që vinë Felpron, kur kam pa, për shumë çdo gjë, edhe kisha dhe gjysmore më si bje, Kishë mbaruar më shpejt. Më pa mu më bukën, gjithë tha, ti ke bërë të ka arni nga rrugë, ka bërë, kush i ka bërë. Edhe në atë moment... U bindën, edhe nga i moment, deri në 2024, mora... Pasaj mjeshtri doli një vit, doli në pension. U bërë ti mjeshtër më pas. Ato furë, pasaj duke ardhë, Toni, duke... pas ta kohësh në Itali, ti lave borgjin që kisha në Shqipëri? Borgjin e kam larë në paka shumë nga 99, vitin 2000. Se në vitin 2000 kam marrë... 3 vite Shqipje? 4 vite. Po, isha më herë. Se në momentin që unë kam qenë në klandestin, në vitin 2000 kam thënë për të parë në Shqipëri mas 4 vitesh. Që kam mërë dokumentet, jam bërë i mori arritet të mërë dokumentet? Po me falë këtyre kontratën e punës. Qishte 4 vite largë familjes? Shumë. Pa komunikuar, s'kanë qenë këto mundësi, kamera? Jo, komunikimet në atë kohë kanë qenë, nuk o di që fse ju i mbani mënd. Telefonat? Njerë në javë, njerë në muaj, domenin postën e Vorës, unë jam nga Vora. Domenin postën, dhe më lemroj pak të shpis, se në orën 7 të bi prap telefonit, kanë qenë me gabina, ndarë nuk është se më banë. E kujtoj pak. Domeni ato, do të lemronin post tjetër në orën të shpis, sa që do të marrë djali në orën 7 në telefon. Pastaj duke ardhur, duke u futën ca karta telefoni nga gabina... Po, pak merje vetë pastaj. Dhe se kanë hyrë pastaj teknologjia. Po për 4 vjetë unë me letra, me fotografi, nuk është... I ke marrë familjarit ati, arrit të Po, i ka marrë në 2002. Po, mirë, gërgjë shpejt. I pas ka marrë shpejt. Po, 2002 nga Qa marritë. mungonte më shumë nga Shqipëria, apo nga familja në atë periud? Unë në Shqipëri më mungonte çdo shka. Kam kaluar një adoleshencë shumë të mirë, kujtime të mirë parë se të ndodhë të 97, se unë 97 të më ka kapur në Itali. Kam humbur shumë shok, shumë njerës se njifja, shqyqyrë në njerë, thamë në njerë që edhe unë nuk isha në Shqipëri, në do isha në Itali. Po, a i malli, për shumë kërë këtheja një në Shqipëri, kisha qef shifra të rrugicet, ku jam rritur, ku jam lozër, kur me zi takoja të shkakoja shok të mi që... Ke pasur edhe ti një fëmijëri të vështirë, ke ikur 17 vjeç, pra deri diku ti preve në mes gjithë rrugtimin tënd, gjithë fëmijërinë tënde deri në momentin që për të vazhduar një ëndër tjetër. Po, normalisht si gjithë. U rritë para kohë, mund ta themi kështu. Po si gjithë, jo vetëm unë, po gjithë brezin ato. Kanë një brez shumë më i fortë se ky brez që... Kur erdhe në Shqipëri Toni për herë të parë, i lajmërove familjarët apo ishte surprizë për ta? Jo, i lajmërova, po si e thënë, 17 vjeç, kur kam ikër, unë kam qenë, se thëmë, djali ri, pa mjekër, pa... Unë kam parë mas 4 vjetës, normalisht me... Besoj se po. Besoj se po. Po, shumë e vështirë, jo vetëm për mu, për gjithë
ato shqiptarë që kanë ikur në viteve kanë 90. përjetuar. Po mirë, shqyr që pas ka rënë një familje të mirë atje të paktën Në Itali. Po. Shumë njerëz të mirë. Unë sot kësa ditë kam marrëdhënie aq të mira Sa mirë. me ato. Po, ti tani mirë, se për jo një të vit gjitha je kanë pas. kthyer në Shqipëri dhe ke bërë investimet e tua, që do të thotë i ke braktisur pak ata apo vazhdon ende të jesh? Po. Jo, asnjëherë. Do vazhdosh? Jo, braktisë me kuptimin Profesionalisht? Profesionalisht, po. Profesionalisht. Profesionalisht. Nuk kanë më një shef se ti në krye. Po. Qa vite u ktheve? Kanë ata, po. Po, nuk është se i braktisan me kuptimin e fjalës se i lash. Unë kam nxjerrë shumë mjeshtra nga... I ke lënë biznesin po, duart sigurt po, atyre. Normalisht, atë gjë që kam vuajtur vetë, për shembull që mjeshtrat dikur nuk mi tregonin si të bëhet. Kurse krenaria ime ishte që unë nxirra sa më shumë. Nga i nati kam nxjerrë mbi 4-5 çuna shqiptar, plus 2-3 dhe çuna nga Altamura që i kam mësuar si bëhet buka, si fermentohet. Pra ti ke qenë ai Nga që i kam vuajtur Bëre të mjeshtre pjesë. pastaj. ai mjeshtri që i ke mësuar, jo ai mjeshtri që e ke mbajtur sekretin për Jo, vetë. unë asnjëherë nuk kam mbajtur fshehur si për shembull, kisha qef dëshirë të thosha hajde mëso. Ama Toni ti e realizove ëndrrën tënde sepse thej që gjatë kohës që ti u nise për në Itali mendoje që do ktheheshe përsëri në Shqipëri. Po, Dhe kësa herë u ktheve akoma dhe le të themi më i rritur, më i fuqishëm, sepse arrite të hapësh biznesin tënd. Tashmë ti në Shqipëri sjell një bukë, le të themi që jo të gjithë e bëjnë, paktën në mendimin tim nuk e bëjnë do të gjithë bukën në mënyrë se si ti e bën. Se janë shumë të veçanta. Ti e bën pa maja. Këtë lloj buke, Toni e bën pa maja dhe dua të ma shpjegoj pak si mund të bëhet një bukë pa maja. Jo, buka pa maja bëhet me lievito madre, pasta brumi i thartuar, Okej. që rrinë në fermentim 12 orë. Po. Është buka apo është kulaç? Paka shumë shine kulaqit ka. Po ta shumë se është një bukë artizanale që punohet, ndërsa është një po ti shofësh, është një ti brum. Kudo? I njëjtë, po, jo, kjo jo. Edhe ajo është buka e Altamurës. Po dajte Ajo për është Pjesat e po Po ajo është skaqata. ato sanduiçet italiane që ne shikojmë. Kjo është pa maja, apo jo? Kjo është... Po mos merr më të buka ime. Ja, bukët. Kjo është skaqata, edhe kjo rri 24 orë në fermentim. Bëhet, si thonë, stepi par. Hapi par. E vënë në fermentim, e lënë 18 orë. Mas 18 orë që hedhë prapë të gazani, hedhë komplet gjithë përbërësët e vaj mjalti, e ka dhe mjalti. Ka dhe mjalti. Po, ka 100% ujë. Kështu që do të thotë 10 kg mjell me 10 litra ujë. Ka një diskutim për skaqatën në Shqipëri, duke qenë se është futur si trend kohët e fundit, dhe kush e provon thonë që është sigur. Paninë italiane. Është shumë e fortë. Sepse kjo është skaqata. E bëjnë keq thua ti, e nxjerrin shumë të fortë. Për shkak se nuk e di nëse bëjnë keq nëse ti përdor mielin e duhur. Duhet mielli i dur apo ka ndonjë sekret që e bën kërkante nga jashtë edhe të but brenda? Jo. Ja, 24 orë fermentim. Ajo ka 24 orë, provoj, është si duket, është e fortë. Jo, kjo është fantastike. Ajo është super e është kërkante aq sa duhet e but brenda. Po të shohësh për shembull brenda ajo porët i ka është hapur. Aty dallohet që është një bukë e mirë Toni, pra kur nga porët. pjesë brenda është Kurse këtu për shembull kam e vuaj shumë këtë pjesë kur hapet buka që po është me porët. Ajo është fermentimi 24 orë që buka fermenton avash avash. Po, dhe fryhet në mënyrë natyrale. Mendon se bukpjekësit në Shqipëri bëjnë, abuzojnë? Jo, nuk dua të flas këtë pjesë, ndoshta janë dhe kolegët të mirë, se unë bukpjekës për shembull është një fjalë shumë për mua kjo është art. Realisht kjo është pasion. Shko se s'po më rrihet pa kuptuar pa këtë. Duke qenë se duhet i vemi emërtim. Po, sa e ngrohtë që i kam. Se i ke bërë në mëngjes. Unë kam punuar gjithë natën sot pas se vjen këtu. Si ka punuar gjithë natën. Kjo është si bukë shtëpie? Kjo është buka tradicionale e Altamurës, po edhe po ta shihni për shembull në Google, është një nga qytet, jo një, por është i vetmi qytet i Italisë që ka si thënë bukën më të mirë të Italisë. Kjo bukë ne për shembull kam punuar në Itali, kemi çuar në në Japoni, se është një bukë që rrin nuk ka marrë një javë. Kjo buka mbahet një javë. Po.
Këtë ta garantoj unë që nuk zen... Dhe nuk forcohet që të bëhet. Se majaja nuk është farë, fermentimi është 24 orë. Po. Një treguari pa drejt Toni se do të na shqetësoj pak djath me këtu. Do t'i kështë pak vaj ujeri. E disa do shkonte? Na, kjo super. Nuk e mendoj. Është shumë e mirë, ka shqip elastike. Kjo është një bukë që dua ta fus në Shqipëri edhe të nxjerr këtë kulturën e Altamurës. Sa shitet kjo në Itali? Ajo shitet, kilja shitet diku 4.000 euro gjys. 4 euro gjys. Kilja, okej. 4.500 lekë. Po kjo është një kile, është duhet si më shumë se një kile? Ajo është 2 kile gjys. Po pra. Ate bëra më kesh, po dikur në Altamura, familjet ishin tani këtu në Shqipëri, edhe në Itali, nuk e vend dyshim, janë shumë format i vogël. Po. Për shumë gjysmë kile, ajo gjysmë kile, kurse kur kam filluar në 90-ën me buka më ishte nga 2 kile. Okej. Po ne mund ta bëjmë në shtëpinë tonë një bukë të tillë, se zakonisht jemi mësuar kap maja, aty të jetë çat tjetër. Bukën këtë nuk e di, se ajo është një bukë që duhet të formën të japësh me dorë. Nuk është se e merr vetë buka fermentohet, pastaj e merr, e kthen. Në Itali the? Gjithmonë pa e keq trajtuar brumin. Ajo është Pra nuk sekreti i duhet saj bukës. shtypur shumë. Mblidhet, paloset, në një mënyrë shumë delikate, ka të mjeshtet, por më thoshin, mos ç'a bën kur në fillim fare italianët kanë ato batutat e veta, që thonë, me bukën do t'jesh delikat si një femër. Jo, se zakonisht mama tona i fusin edhe brylin kështu sipër. Po ta shoh është ai pak a shumë fotot dhe bryli këtu, ndahet kjo pjesa që lidhet. Po pra dhe në mënyrë delikate jo me ushtrim. Nuk duhet ta shfrysh brumin, ari nuk duhet ta nxjerrësh. Okej, nuk duhet ta ari, po kjo është sekret. Dhe kjo është buka që të gjithë shqiptarët të ndërrojnë se kjo rezistonte deri në një javë. Në sensin ishte goxha e gjatë sepse nuk ka majafe. Tani sekretin e bukës së zezë. Po ta shoh është edhe bukën e zezë. Ajo buka e zezë është aq e mirë në sensin është e shëndetshme buka e zezë apo më të mira këto? Normalisht, sigurisht që është e shëndetshme, po varet çfarë mielli përdor. Ka të bëjë mielli shumë. Po, unë marr mielli nga Italia. Është mielli integral, mielli i thekrës, që në italisht i thonë segale. Unë kam futur pak a shumë nga Italia, por segale ato nuk e kuptojmë shumë, që është ajo thekra me sezamo të zezë. Me susam të zezë. Me susam, po. Edhe, nuk është, në qoftë se miellat janë të gjithë natural, nuk janë të... Ti the që në Itali kushton kilja 4.000-4.500? Po. Po në Shqipëri Në Altamura, Në Shqipëri është një dishme? Në Shqipëri, jo. Në Shqipëri unë kam 2.800 lekë kiljen. Okej, është më gjë. Edhe do të thosha diçka që kush e shef për shumë nga klientë që thotë, sa shtrenjt, 2.800 lekë. E ta thë me zemër ta apë, unë këtu të ajo bukë, paka shumë as 200-300 lekë të vjetë të fitojmë të... Ashtu, pak. Se unë mielin që marrë nga Italia, më kushton transporti, më kushton dogana. Gjitha. Mu paka shumë më shkon kuintali, diku rreth 80, 90, edhe 120 euro kuintali. Kurse në Altamura, ajo e mjellë është 55 euro. E drejtë. Kështu që... Ka procedurat e vetë. Çmimi është... Toni, sa gradë duhet të pishet një bukë? Se ju në furrë keni shumë të lehtë, po ne në shtëpi në duhen këto teknikat. Është një temë shumë e rëndësishme. Procesi i bukës është shumë i rëndësishme që nga mielli, si e proponon, si e përzien te kazani, edhe e rëndësishme është pjekja. Gjëra më e kryesore është pjekja. Kjo bukë duhet rrit pak 1 orë gjysmë të piqet. 1 orë gjysmë? Në sa gradë? Fillim piqet me 230 gram, lehet pak a shumë një 20-30 minuta sa merret të ngjyrën e kuqe, ulen temperaturat e furrës, kemi ne një si valvë i quajnë, hapet një tub nga mbrapa furrës, thith komplet lagështirën. Mirë, ju në furra, po ne në shtëpi çati bëjmë? Po, në shtëpi një bukë e zakonshme. Duhet ta thash pak të mos her pas herë të hapësh ato derë që thatë. Është normale që forcohet korja, se këtu për shumë kam pa që bukën e provon nga tuli.
Orja është gjë më e rëndësishme të buka, që unë këtë bukë të ma shohë në Altamura. Buka tjetë do tjetë e zezë, me kuptimin e fjalës e kulluar, e tharë, dhe 100%. Unë këtë duhet ndaj edhe me ju që buka duhet kulluar, duhet pjekur me temperaturat e duara. Se i nxjerr komplet lagështirën, se normalisht se ti nuk e than bukën dhe nxjerr të pa kulluara. Kur ne konsumojmë, është normalisht të vjen si plumë në parë, se gjitha të lagështirë ujtë që Toni, një gjë është e sigur, i ke bërë gjithë me neps për të provuar bukën edhe për ta bërë atë recetën në shtëpi. Ne të marrim pak djathë tani. Vetëm vaj ulliri. Si kemo me vete këto? Vaj ulliri i gon djathë dhe një super bukë nga Toni. Do shtrojmë i gjithë falenderojmë shumë. Toni shkravët e ne dhe sekretet dhe mbi të gjitha këto super bukë që na solle, di që ke se sa gjëra tjera aty. Unë mbaroj për paninet e tua. Shpresoj të kesh sjellë një panine. Posti ka sjellë, ka pa menaxher. Faleminderit shumë Toni dhe suksese. Shumë faleminderit. Mirë, ikim, mirë, çojmë dhe. Hajde, çojmë. Ikim reklama dhe vim pas pak.